të diskutojmë mbi fantazmën e famshme të rrjeteve sociale. Looking for a new start. Looking for a new start. Don't wanna be trapped, don't wanna be. Atëherë jemi kthyer këtu bashkë që do të diskutojmë mbi njeriun fantazm që ishte një kryetemë e këtyre ditëve të fundit në Kosovë. Çka bëhet fjalë dhe si është e mundshme që të bijmë pre që të gjithë shoqëria në bazë inteligjencës artificiale? Këtë do ta diskutojmë së bashku me kolegun gazetar këtu në Ora 7 Agon Rexhepi, si dhe sociologen Ambera Kelmendi, të cilën do ta kemi në lidhje të drejtpërdrejtë. Agon, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, Enes Knatësi. Agon, çka po ndodh me këto fantazmat në Prishtinë dhe Gjetio? Është vërtet në fakt e përmendë edhe më herët që ka pushtuar rrjetin edhe është një prej, po themi, momenteve më virale tani për tani në Kosovë dhe jo vetëm, bëhet fjalë për njeriu në ashtu quajtur fantazma e Prishtinës, pra është një identitet, një imazh i krijuar krejtësisht për inteligjencë artificiale që ka filluar me u përdor edhe për çështje marketingu. Pra, do thonë, ka qenë një fotografi cila ka qarkullu edhe të mos e verifiku këtë informacion, kanë fillu me shpërnda për platformat të ndryshme, portalet të ndryshme, për themi portalet që... A ranë edhe mediat prej e saj? Konsideroj që po, sidomos në fillim, sidomos ditën e parë, pra ku informacioni mbi krejt këtë çështje ka qenë shumë i limituar, mendoj që njerëzit kanë rënë prej e këtij mashtrimi, po them kushtimisht. Po për mua çka është e frikshme është deri në çfarë pikë mundet me shku besimi që na e kemi ndaj inteligjencës artificiale, ndaj gjithë shkafit që ne shohim online, pra mjafton vesh një faqe cila nuk mund me verifiku asa është një burim i besueshëm i informacionit, mjafton që ajo faqe me shpërnda diçka dhe na me marrë si të mirëqen, të mos e konsideru në asnjë mënyrë që mundet me qenë krejtësisht e bërë me inteligjencë artificiale. Pra shumë e frikshme se sa e vërtet mundet me qenë, sa e vërtet mundet me u duk, edhe po themi respektivisht tendenca me besu gjithçka pa tentuar me verifiku atë informatë. Tek çështja e besimit ndoshta më mirë do të na shpjegojë edhe sociologi Ambera Kelmendi që e kemi në lidhje të drejtpërdrejtë. Ambera, përshëndetje, faleminderit shumë për kohën. Pse ju besojmë gjanave të paqena? Si është e mundur kështu? Mirëmëngjesi Enes, mirëmëngjesi Agon. Mirëmëngjes populli i fantazmave, i magjive, i sehireve, për një mejna bo për mu diskutu. Nuk e di arsyen pse. Unë kisha me trajtu pak çështjen e fenomenit sa ju përket edhe fëmijëve dhe grave shtatzanë dhe njerëzve që për një me kanë frikë prej shtyjnë detajeve, është një fenomen që ka marrë për masa ka gjatë mëdhaja. Fillimisht nuk e shumë e vërtetume sa është për një me, disa thëshin që kjo njeri po del, disa më thanë që është i lanun, i pastrej edhe ka fillu me i vesh disa rroba që po i gjenët për rrugë, si do që tjetë si fenomen është kërgja shqetësus. Ndoshta arsyeja është për shkak se na jemi mësuar me kanë popull gjithmonë në tension diçkafit, edhe gjithçka që na observohet e besojmë si të tillës të mirëqenë. Shqetësuese mu më ka shqetësu shumë që unë e bona pak një reagim që ballë një mase kanë fillu fëmijët me u shqetësu edhe nëse për neve është okej me besu diçka që krijon sot inteligjenca artificiale, nuk besoj që gjitha kategoritë e shoqënisë e besojnë një gjatë të tillë ose din me sqaru edhe me kuptu çka po ndodh konkretisht. Mandej mendova disa fëmijë që natën mundën mi pas prind në ndrimin e dytë ose tretë të punës, mundën me qenë për 1 orë, për 2 orë vetëm në për shtëpitë e tyre. I mendova disa nana shtatzane që mundën me dalë me kry punë në orët e vonshme të mbrëmjes edhe nëse për një me është diçka që ata besojnë mundet me kanë shumë shqetësuese, bile mi kushtu edhe ndoshta me Thënë që u shëndrua shpejt edhe në besim i shoqërisë, vërtet u nisi besimi që ekziston fantazma në Kosovë? Po përderisa nuk kishte vërtetësi se çka konkretisht është u ndodh, edhe përderisa kërkush nuk e morr që më thon hapin as çështjet e organeve ligjore, as policia, nuk morr me vërtetu se çka është ka ndodhur konkretisht, na si shoqëni jemi të prirur mi u besu detajeve për shkak se edhe kur kemi qenë fëmijë na kanë thonë flani se të vjen të hanë gogoli, të hanë këtë, të hanë aj, edhe jemi rrit me këto ide. Tash na si popull, disa i besojme, disa jo, disa e kuptojnë saksisht çka mundet me kanë, po është një kategori e njerëzve që gjithçka që ai servohet besojnë. Për shkak se nuk është ndoshta
koha e tyne e mjaftueshme me i me vërtetu çka është ka ndodhur konkretisht. Për mu ka qenë, edhe pse dikur ka orët e vonat mesditës, ka ora 5-6, kjo filloi me u kthy si në marketing, disa bëjshin edhe humor, ma shqetësu se që se cili qytet e mure përvetsoj e boni të tin këtë fantazmen. Tash llogarit sa fëmit, llogarit sa njeriu mundet mi pas këto tendencat frikës edhe me përjetu si diçka të mirë qenë. Derisa u dasht E përmendë shumë që fillojmë përdore për bizneseve dhe mendoj që dje njerëzit kryesisht e kanë pasur si formë marketimi, tu e pamundsuar nështëta me pa edhe për te isaj, pra që mune me qenë argëtuese për disa prej neve, po shumë mirë po shpjegon edhe Ambira shumë me qenë edhe frikshme. Ama për mua shumë interesant me kuptu pse na si popull dhe kena një farë tendencë përmendet edhe fëmin, për shembull mua kujtohet që kur kam qenë fëmijë dhe kur kam pas me qëndru veç vetë në shtëpi, jam tut prej figurave mistike imagjinare që nuk ekzistojnë hiç, po që sipas rrethonave, sipas njerëzve, sipas gojdanëve, sipas asaj që ashton si fëmijë ka qenë gjithmonë prezant. Për shembull, na kemi pas në atë kohë dhijën e bunarit, që ka qenë një farë fenomeni për cilën është fol. Atë mas ne kemi pas babaroka, pra disa figura, cilat sado mendoj që na mundu me i përdor veç shkarazi, pra nuk është që adin jep çfarë shumë mend, kur e thu, e përcjellin çat fëmijë gjatë kohës, edhe fëmia për një më munden me u friksu për çasaj. Unë di vet kom qenë fëmijë, cilën mund pa të çute hoxha me më shkru, sepse u tut jashtëzakonisht shumë kur isha sidomos vet, për shkak të shtyjnë figurave mistike që as nuk ekzistojnë. Pra din nëse friksohesh për një film i horror që e ki pa, ose për një pamje tjetër, është pak më e kuptueshme, se mund të friksohet njëri i rritun e lemon një fëmijë. Po këto figura as nuk ekzistojnë, pra nuk është që kena mujt me kry në çfarë do imazhi. Po ne për njeriu fantaz na mujt me pa, për që veç më intereson me ditë edhe në aspekt psikosocial, pse duhet me i rrit fëmijën me ç't frym, pra pse duhet me ekzistu çajo çënje mistike imagjinative për mu friksu ata. Palagon, nuk është tash që ka nis ky fenomen. Na, gjenerata e prindve tonë, gjenerata e gjyshave tonë, jemi rrit me këtë frym. Jemi rrit me idenë që gjithmonë, për me nashtime flajt, shkurt edhe shqip, po e thonë kështu bukfalisht, gjithmonë na kanë thonë prind gjyshi flani se vjen të hanë arusha, vjen të hanë kjo, vjen të hanë ajo, edhe si popull e kemi të ngulit në këtë ide që tash pavarësisht që ti rritesh i kupton disa detaje, po ajo ideja që ti duhesh me friksu dikon me qenje të paqena, ajo është gjithmonë, ndoshta shpesh edhe përdorim si në hajgare, po është prezente në shoqni. Kjo është shqetësuese. Vense me gjetë një mënyrë tjetër të edukimit, të frikës, nëse po të thomi tut fëmijët në asnjë mënyrë, po nëse për një metë i donë me ndiku të fëmiju jo që ta me zonë gjumi ma letë ose diçka të tillë, atëherë gjeni mënyrë tjetër, jo gjithmonë mënyrën e frikës. Sa i fëmijë nesër ka mu rritë dhe ti nëse për një metë nuk nalesh mi asë spjegu. Që sot inteligjenca artificiale e kryn qëllimin e vetë që shtit i thush, si mendje njeriu që jemi, ata kanë mu rritë me qatë ide. Pastaj e kemi edhe një pjesë tjetër që gjithmonë është folë që pjesa e magjive, është pjesa e krijesave që janë është edhe shumë mistike, që në realitet ekzistojnë, po jo që na duhet mu friksu për tyne për shkak se na nuk kemi punë me to. Kjo është ideja. Ambira, kur përtu magjin. S'ma pak fëmijët. Unë mendoj që kolektivisht njëve gjithmonë na ka impresionu dhe na ka lënë për shtypje me ditë ma shumë për çet pjesën e magjisë, për çet pjesën që na nuk e shohim, për çet pjesën e sehireve, hajmalive të ndryshme kundër sehireve gjëra të tilla. Ka pas faza në jetën tëmë që kam menduar që nuk janë të vërteta, ka pas faza kur kam menduar që janë shumë të vërteta dhe janë shumë prezente. Po mendoj që pajtohemi krejt bashkë që janë tema të cilat na interesojnë jashtëzakonisht shumë. Edhe sidomos Ambira këtu sepse nuk e di sa e përcjell formatin e Big Brother, por sidomos dje ditëve të fundit në rrjet është diskutuar jashtëzakonisht shumë për disa rituale që bija, njëna prej banorëve i bëjke hipotetikisht për një banore tjetër. Që shumë intereson me ditë në prapavijën fetare, për nështë edhe ato sociologjike, a ekzistojnë sehiret, a janë diçka të vërteta? Agon, kështu, unë nuk jam shumë kompetente me folë sa i përket magjive, po ta japi një mendim timin me aqë sa kom lecu dhe me aqë sa kom pas përboj me dëgju prej të tjerve. Magjit ekzistojnë. Magjit i ka përmanë edhe Zotin librin e Kurani, do me thonë. Bile është një citat që thuhet ato shkojnë edhe deri te ndarja e burrit me gruan, e le ma detaje tjera që janë ndoshta pak më të vogla, po që janë shumë të dëmshme për njeriu. Ato i bojnë njerëz të ligë. Unë fenomenin e bijës nuk e njoh se shumë pak e përcjelli.
detyrimisht dje u dasht me hi me këshyr me përcjell qatë ritualin që e ka bo, unë nuk e di që shë bojnë magjina ata për shkak se është një kulturë dhe një shoqni komplet tjetër. Mënyra e magjisë nuk është e njëjtë. Ha shkandal i bojnë përmes lodrave, i bojnë përmes kukullave që i majnë vazhdimisht me zveti, përpara është bo në tulli farë mënyre. Nështë është bo prej saneve ma të thjeshta që e kanë marrë ujin që e ka pi dikush, deri te njerëz që kanë vdekjen, shku i kanë shfrytzu që ato situata, e tjerë, po si magji, si fenomen ekzistojnë, për shkak se Zoti vetë flet në librin e tij për magjit dhe për... Kush mundet me bo sehire, ose qyshim pështëntin e sehires? Pra nëse unë du të azam hipotetikisht me bo sehire dikujna, a është në ritual që unë dëna me pa në rrjetet sociale, a është në ritual që muna me ledzu dikun, ose në anë tjetër... A është ritual që mësohet për mja bu dikuj, që shumë ta bo në ty? Pikrisht, ose unë ty. Edhe fatkeqësisht edhe profetit Muhamedi është bërë sehirja, edhe paralelisht me sehiren nuk është që e kanë dëmtu shumë, mirë po paralelisht me sehiren kanë zbritë edhe ajete kuranore që ata me i tregu që shmu mbroj, do me thonë prej sehireve. Është diçka që e prek se cili njeri. Ata njerëz që bojnë sehire parimisht duhet me mohu Zotin si krijues, mandej janë disa rituale që nështë për një me ata është në frekshme pak me i folë, po nuk kisha dasht me i ma shumë detaje, po është diçka që e mëson, diçka që e trashëgon, realisht është dhe ngacmim direkt prej shejtanit që e sheni tendencë të personalitetit që ti munësh realisht me ndiku edhe me... mbrojt? Qysh, qka muna me buën, se për shambull, unë zakonisht e bëj për mësysh të me prek hundër, ose me kërsi diçka në dru, cilat janë do rituale që na mundu me i bo për me mbrojt, po thëmë prej sehireve, apo është vish dedikime në islam? Jo, ndëgja, prekja e hunës, krurja e dorës, krurja e hunës, janë rituale që na si shoqni kemi kriju për shkak se nuk kemi ditë çka me thonë pra paqasaj, kur ka thonë dikush po më kruhe dora çka me bo krujo, vlla, nuk po të nalë kërkush. Adin është diçka shumë e thjesht biologjike që ty mundet me të ndodhë. Sa i përket mburojës prej magjive, janë 3 ajetet e fundit Kuranit, do me thonë kul huvallahu, feleko dhe nasi, që praktikohet me i thonë çdo natë para gjumit edhe me durët e tua me fshi krejt trupin, edhe Zoti premton që je i mbrojtun. Paralelisht me këto është normale për neve që... Ambera, është shkenca, me qenë se je sociologë, shkenca a thot diçka për këtu fenomene, për thëmë ashtu? Shkenca nuk i njerë shumë, shumë e çuditshme se shkenca nuk i njerë shumë edhe shumë shkencëtarë thonë që na nuk besojnë. Ekziston diçka që ata unë me marrë ma shumë si lojë, si pjesë të hajgareve, po jo diçka konkretisht. Përderisa sa i përket feve, qoftë monoteiste, qoftë edhe ma herët, që të gjitha e njohin. E nje edhe feja krishtere dhe feja ortodokse, që të gjitha flasin për magjin. Që të gjitha flasin për mësyshin, mësyshi është shumë i damshëm, po mësyshi nuk është diçka për shembull që njerëz të bojnë me tendencë. Mësyshi bëhet kur një njeri lakmon diçka tjetër, edhe na e dim që ka thënë profeti mësyshi çan edhe deri te varri. E tash ti duhet me pas njëri shumë kujdes se çka po reklamon, çka po çet nëpër media, çka po çet nëpër rrjetet e tyre sociale, etj për shkak se sinqerisht ka njerëz që lakmojnë jetën tonë edhe dashur të padashur ai komë të marrë mësysh. Ambera, po, falenderoj shumë për kohën, sepse edhe në studio na ka hy fantazma me gjas, na jep një koment agoni. Jo, kisha me bo veç një thirrje shumë të shkurt, m'ja u spjegu fëmijëve, sidomos ata që kanë probleme me, domethënë me frikën, që kjo ka qenë veç një hajgare prej njerëzve që kanë me që më reagu dhe një diçka, unë e lexova dje një postim, një student për shkaqe të përfitimeve ekonomike e pas ka bo një figurë të tillë, edhe tash ai uni keq pse e kanë marrë krejt mediat edhe po ja përdorin, po ja kish përdorin, gjë që është figura që unë e kum kriju etj, po du me thonë që njerëz ndoshta e bojnë për shumë pak sane që bëhet kaq e madhe ata dhe nuk e mendojnë që del jashtë kontrollit gjithçka. Fëmijëve ju lut na veç shpjegoja unë që gjithçka ka qenë në tendencë të shakas, edhe që kur gjë nuk ekziston diçka jashtë normale në këtë shoqni, se boll po kemi. E qartë. Ambera, falenderoj shumë për këto fjalë dhe këto këshilla rekomandime që sollën, ndërkohë agon e kemi fantazmën në studio. A është kaq lehtë me u bë diçka e tillë me inteligjencën artificiale? Një fjali në ChatGPT më ma dha këtë imazh, pra këtë çështje sekondash, as minutash, sekondash, dikon për 20-30 sekonda u gjeneru, a me shumë pak shpjegime është asë qysh mundet me u bë. Që me një anë tregon fuqinë e jashtëzakonshme që inteligjenca artificiale mund me pas 2026-ën, që për mua është e paparashikueshme në 2036-ën, çka ka me mujt me prodhu inteligjenca artificiale, por në anën tjetër nuk duhet më shfrytëzu për gjëra të tilla. Edhe ndoshta bashkë me bashkangjitet e thirrjes së Amberës, po e di që edhe në këtë
në studio është diskutu shpesh, me pas gëgja shumë kujdes, për mos me marrë gjithë shka që na shohim online si të mirëqenë. Unë po më lem përshtypje që i keni nejtë gati dhe me ujë rrugove, kështu që... A përshaj krejtë, ama ti përdo kësh pak si Zelenski në fakt. Gëgja shumë për i për në gjanë. Falenderoj shumë edhe për këtë imazh që krijove, me qenë se më javë ilustru pak a shumë shikuesve se çka mund të bëjë inteligjenca artificiale edhe të mos bien shikues të pre inteligjencës artificiale. E ne me kaq që mbyllim këtë pjesë edhe shkojmë me Lorenën me një shkëputje më